Gjendemi në qendrën e votimit lidhje e Prizrenit në Pej, ku veç se ka filluar raundi i dytë i procesit zgjedhor të zgjedhjeve lokale. Në këtë qendër votimi ka votuar edhe kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Krishnik Radoniqi. Në garë të ngushtë në Pej janë kandidati për kryetar nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Gazvend Muhaxheri dhe kandidati tjetër nga Lëvizja Vetëvendosje Taulan Kelmendi. Që nga ora 7 e mëngjesit deri në 19, qytetarët mund të drejtohen kutive të votimit për të ushtruar të drejtën e tyre të votës. Gjithsej në Kosovë në balotazh sot janë 18 komuna, në të cilat nuk pati fitues me 12 tetor. Në komunën e Pejës drejt vote ka 120.244 qytetarë në 31 vend votime. Numri i përgjithshëm i qytetarëve me të drejtë vote në këto 18 komuna është 1.316.672, pra vetëm 543 votues më shumë se në raundin e parë. Raundi i dytë të zgjedhjeve do të zhvillohet në 525 qendra të votimit me gjithsej 1.648 vend votime, prej të cilave 507 qendra me 1.628 vend votime për votimin e rregullt dhe 18 qendra nga një për çdo komunë ku mbahet rrethi i dytë i zgjedhjeve me 20 vend votime për të mundësuar votimin me kusht. Rregull, a ka filluar votimin në ora 7? Po, gjithçka është në rregull. Votimi ka filluar në orën 7 fiks. I pari që ka votuar në shkollën tonë lidhje me Prizrenit është kryetari i KQZ-s, Krishnik Radoniqi. Është marrë me orar të caktuar, ashtu siç e kemi pas me caktuar me orar. Në qendër të votimit këtë shkollën tonë lidhja Prizrenit kanë të drejtë 4100 votues. 5 vend votime, me kusht nuk ka në shkollën tonë kësaj radhe. Proces si gjithmonë, shumë rregull. Për momentin jo, se me siguri është hala herët, po besoj që janë tjerë që janë vëzhgim